Finalisti I parë I kësaj mbrëmjeje është Briselda Yzeiri. Briselda Yzeiri dhe Andi Hyso janë dy konkurrentët e fundit që u zgjodhën nga juria për t'u bashkuar finalistëve të spektaklit Albania's Got Talent. Andi Hyso. Kështu është plotësuar I gjithë mozaiku I përbërë nga 12 finalistë që do të dhurojnë një spektakël të vërtet me talentet e tyre në finalen e madhe. Gjysmëfinali e fundit ishte plot emocione, duke vërtetuar edhe një herë se ky prodhim I Vision Plus gjatë këtij sezoni ka qenë një sukses I vërtet. Mbrëmja nisi me energjinë e pashtershme të Geron Papës, 11 vjeçarit baterist dhe vijoi me Betim Hasanin, I cili edhe këtë herë befasoi jurinë me artin e tij. Dum-dum. Turitara, dum-dum. Turitara, dum-dum. Po aq emocione të bukura dhuroi edhe Esper Kalemaj apo Eiza Hoxha, e ndjekur nga performanca fantastike e iluzionistit Edmond Mura. Dhe për një moment do zhduket dhe do dalin në mëngët tuaja. Sigurisht. 12 finalistë, mes të cilëve vetëm një do të rrëmbejt çmimin e madh prej 20.000 eurosh. Gara është e fortë, por mbi të gjitha, talentet janë të mëdha, dhe kjo është dëshmuar përgjatë këtyre javëve, ku juria shpesh është të vënë përballë dilemash dhe zgjedhjesh të vështira. Një je themun, një, okay. Juria pozicionohet gati për skenën. Por kush prej konkurrentëve do të jetë fituesi I edicionit të dytë të Albania's Got Talent? Për të mësuar këtë, por edhe për të përjetuar emocionet e vërteta, ky spektakël që theu çdo rekord, ju lë takim në një finale të jashtëzakonshme vetëm në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus.